Fillimisht po përmendim 4 fakte nga kronologjia e mashtrimeve të ministrit të bujqësisë Andi Salla lidhur me fondet i part 3 që i ka bllokuar BE-ja pas abuzimeve me fondet i part 2. Në muajin tetor 2025, një muaj pasi Andi Salla nisi detyrën si ministër i bujqësisë, deklaroi se kishte negociuar personalisht me shefat e Komisionit Evropian dhe se në janar 2026 do të zhbllokoheshin e dërgoheshin 149 milionë euro për bujqësinë, por nuk erdhën. Më datë 18 shkurt 2026, në një konferencë për financimin e bujqësisë, ministri Andi Salla tha se më 9 mars do të shkonte në Komisionin Evropian për të firmosur marrëveshjen i part 3 me vlerë 112 milionë euro, por përsëri fondet nuk erdhën. 2 herë të tjera, në muajt prill e maj, ministri Andi Salla deklaroi në parlament se fondet e BE-s për bujqësinë do të vinin brenda muajit qershor 2026, por nuk erdhën. 2 javë më parë, gjatë një interpelance të kërkuar nga deputeti i PS-së Erion Braçe, ministri Andi Salla tha se fondet janë gati dhe do të vinë patjetër brenda vitit 2026, por një informacion që pamfleti ka siguruar nga burime brenda Ministrisë së Financave bën me dije se Komisioni Evropian i ka kthyer përgjigje të prerë qeverisë shqiptare se fondet i part 3 për bujqësinë do të vazhdojnë të mbahen të bllokuara. Sipas kushtit të Komisionit Evropian, Shqipërisë nuk do t'i jepen fondet pa çuar para drejtësisë. Zyrtarët që abuzuan me fondet i part 2 dhe pa u rikthyer në llogarinë e BE-s 84 milionë euro që u janë dhënë personave e subjekteve private që nuk janë fermer, ndërsa ministri i bujqësisë Andi Salla vazhdon të mashtrojë fermerët sikur fondet e BE-s do të vinë, kur nga Komisioni Evropian ka marrë 3 herë përgjigje jo, refuzim që një javë më parë i është dërguar si njoftim edhe kryeministrit Edi Rama dhe ministrit të Financave Petrit Malaj. Komisioni Evropian ka përsëritur vazhdimisht se rifillimi i fondeve për bujqësinë shqiptare bëhet nga përmbushja e masave korrigjuese dhe garantimi i mbrojtjes së interesave financiare të BE-s, duke kryer hetim penal në Shqipëri prej 4 vitesh i bllokuar në SPAK. Mashtrimit që vazhdon të bëjë ministri Andi Salla ja ka nxjerr bojën edhe zëdhënësi për bujqësi në Komisionin Evropian, Olof Gjill, duke thënë se fondet i part për Shqipërinë do të jenë të bllokuara deri kur qeveria dhe drejtësia të tregojnë vullnet për gjykimin e abuzuesve. Në tetor 2025, Edi Rama mashtroi se gjoja bëhej fjalë vetëm për parregullsi dhe jo për dyshime korrupsioni, por dokumentet dhe përgjigjet zyrtare të KS kanë theksuar se pezullimi u bazua në informacion të marrë në kuadër të një hetimi të Olafit të çuar si kallëzim në SPAK, ndërkohë që Komisioni Evropian po kërkon çuarjen para drejtësisë të zyrtarëve që abuzuan me fondet e bujqësisë dhe rikthimin e milionave të dhëna në shkelje të ligjit. Edi Rama vazhdon të mbrojë drejtoreshën Frida Krifca, duke mos lejuar bërjen e kallëzimit penal nga Ministria e Bujqësisë, Ministria e Financave dhe Agjencia e Zhvillimit Bujqësor Rural. Në të njëjtën linjë me kryeministrin Edi Rama, ka qenë edhe ish drejtuesi i SPAK Altin Dumani, i cili bllokoi hetimin për kallëzimin që bëri Olafi ndaj Frida Krifcës, kur provat në dosje janë me emra personazh zyrtar që kanë dhënë 138 milionë euro dhe ata që i kanë marrë. Me ndërhyrjen e shefave të KE, drejtuesi i ri i SPAK Lodian Brau, një herë është prokurori i dosjes, furi në lëvizje hetimin më 26 shkurt 2026, duke marrë në pyetje Reni Ashikun, sekseri Frida Krifcës, ndërsa më 17 mars 2026 mori në pyetje Frida Krifcën, por si person që ka djeni. Nuk ka asnjë zhvillim tjetër për hetimin e Frida Krifcës dhe grupit të saj që kanë bërë batërdin me fondet e i part 2 që dërgoi BE-ja, prandaj nuk do të ketë as zhbllokim të fondeve i part 3 derisa ata të çohen para drejtësisë.